pritet ndikohet tregu i shitblerjeve në drejtim të çmimeve nga rivlerësimi? Atëherë ju siç e dini, ju jam një broker dhe një ekspert me eksperiencë shumë vjeçare dhe jam njohur si mirë i marketit në Republikën e Shqipërisë dhe duke pa dhe çuritë e kohës që jemi në një kohë jo të mirë marketi dhe të shregull pothuajse në gjithë Europën, po flasë për Shqipërinë, nuk kemi akoma një market ku neve të bëjmë përcaktimet eksakta dhe të kemi një lloj marketi sqarues, këshillues, ekzistues sot përveç se një market të shregullt, të cilën çmimet vendosen në ndryshe në darkë dhe ndryshe në mes. Falqof vetëm këtu në rregullimet ligjore, të cilat u thirr edhe një herë prap, sepse është shumë e domosdoshme ta marrin vesh të gjithë pronarët në Shqipëri që kanë ndryshuar një pjesë e madhe e hartës edhe referencat në Republikën e Shqipërisë, dhe duke patur këtë situatë ndryshimesh ligjore dhe nën ligjore, lutem drejtoni të merrni informacionet e duhura pranë ekspertëve, brokerëve, pranë zyrat juridike, notariale dhe të ashakes dhe gjitha zyrat e ngarkuara ku japin sqarimet përkatëse, sepse do ishte në të mirën tuaj dhe në të mirën e çdo pronarit, qoftë i vogël, qoftë i madh, që të ketë një informacion shumë dominues në lidhje me këtë situatë që po shkojnë, sepse mbetur pak te çmimet. Unë jam i interesuar të di, duhet të blej sot, pres ndoshta rivlerësimi mul disi çmimet, le të themi në përgjithësi, po i referohem Tiranës sepse nuk kemi shkuar ende. Atëherë, në qoftë se ju do thoni të blej sot, ju duhet kishit blej dje. Jeni të vonuar dhe u tham të gjithëve, nuk ka ulje çmimesh. Mos të ngatrojmë bllokimin hold, pushim, bllokim të momentit, kur ju siç e dini dhe bankat e nivelit 2 kanë bërë që në korrik të 2024 me një korrik ka hyrë një që quhet rregullator ligji ku ban rregullimin e këtyre kufizimin, por ju them se jeni të vonuar kush ka për të blerë një shtëpi, për të fut kokën, për të jetuar dhe kush ka për të investuar.